Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu na falënderojmë dhe vetëm nga I falë ndim kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, sot do të flasim për temën shpërblimi dhe ndëshkimi apo shpërblimi dhe dënimi sipas veprave tona. Do të thonë sa më shumë vepra të mira, aq më shumë shpërblim. Sipas veprave të liga edhe dënimi. Allahu dhe Lëshanë në Kur'an thot Jaza'an wifaqa. Jaza'an wifaqa I vjen shqip ndëshkim apo dënim I merituar. Do njëherë ne bëjmë do një gabim edhe kur na dënojnë nuk e ndim vetëm mirë. Problemi inshallah nuk dënohemi ma shumë se sa duhet, sepse ne kanë dënu për gabimin që kemi bo, ajo me merit. E inshallah gabimet e tona që I bëjmë të përditshme, Allahu dhe Lëshanë na falë. Të ndershëm vëllezër, Allahu dhe Lëshanë në Kur'an thot wa ma asabakum min musibetin, çka do që ju ndodh juve nga fatkeqësitë, febima kesebet ejdikum, ajo është nga veprat e juaj që I keni bo vetë. Nuk ka të boje këtu Allahu me ne. Do më thonë, bima kesebet ejdikum. Se në ndë njëherë, mundohemi me e lanë fajnë dikun, veç vetë, mësë me marë fajnë. Gjithë që ka bëjmë, veç unë mësë ta marë fajnë. Mundohë ma njerëzve, kujt, me alon të kujt fajnë, e jo vetë vetës. Për atë qka ka Allahu thotë, gjithë qka që ju ndodhë, e keni në basa so ju që I keni punu vetë. Allahu dhe Lëshanu, ose I kështu, si se nënherë, robi Allahu njeriu në këtë ras muslimani, kur e shton adhurimin, do më thonë, e shton devotshmërin, Allahu dhe Lëshanuhu I afrohet më shumë. Do më thonë tash, ne nuk jemi njësoj, që sot e 9 ditë Ramazanit, e po. Mështë I ka përë që kështë të thonë për pak vejtë. E di pëse një ditë ma shumë ma mirë, po sa. Mirë. A jena me të dëvotë shumë tash, a para një muajve? Kur e kina shtu në veprën e mirë? Tash Ramazana, para Ramazanit. Tash Ramazan. E me siguri se edhe ne jemi më të mirë edhe Allah ma shumë në dënë. Allah në Kur'an thot, në Kur'an, pejgamberi sallallahu aleyhi sallam në hadithit thot, a hadithi është kutsi. Do më thonë, fjale Allahut mirë bon nuk është Kur'an, as nuk është direkt fjale Muhammed Islam. Dërmet asaj dhe asaj hadith kutsi, I themi, ka thonë Allahu dhe Lëshanuhu, mirë po nuk është Kur'an, por e transmiton këtë thënje Muhammedi a.s. Hadithi qëtë kutsi. Men e tani jem shi, kështu thotë Allah, a I cili vjen të unë duke ecur, du me thonë, ne për shemull, I na njës shkojmë ka Allahu, ama duke ecë, e të I tuhu herwele, Allahu thotë, unë shkoj të ajtë duke vrapuar. Për shemull, ne, tashin atu, I njës ka Zoti, jemi njës nga Zoti, ama nga dhe nga dhatë, të lodhur duke ecë. Allahu dhe Lëshanë vjen ka ne duke shpejtuar, duke vrapuar. Në më thonë, para më ndojë për qëfar Allahin atë folë. Para Allahi cilë I më shirëshëm. Edhe në erë veprat mira, në shkruan, për veprat e mira në që I bëjmë, se vapë. Të dërshë vëzër, ai cili e përmend Allahu subhanahu wa taala, për shembull tu ka kujtu sot thot astaghfirullah, ose tu ka kujtu thot subhanallah, ose alhamdulillah, ose Allahu ekber. Allahu dhe Lëshanë këtë njeri pastaj e përmend te melekët. Njësoj hadithi është kutsi, Allahu dhe Lëshanë thot ka thonë pejgamberi alayhis salam,
Do me thonë tash, Allahu Gjeleshanu thot, mirë po këtë fjallën Allahu të transmiton Muhammedi Alisam dhe thot, ene inde dhanni abdi bi. Allahu Gjeleshanu thot, dëshira ime është që t'jem të mendje e njeriut mendon mirë për mu. Wa ene mahu idha dhekereni, dhe unë si Allah, si Zot, jam me atë kula ai më përmend mua. Fa in dhekereni fi nefsihi, në qofë se njeriu më përmend mua në vetë vete, që më du njëherë, i e vetë, kujtohu është edhe përmend Allah. Allahu Gjeleshanu thot, dhekertuhu fi nefsi, e unë atë njeri e përmendi në vetë vete, në qenjen time. Wa in dhekereni fi melein, e në qofë se neve në shkon mendje të njerë me përmend Allah në grupë, në kalabalëk, thot dhekertuhu fi melein khajrum min. Allahu thot unë i përmendi ata njerës që më përmendin mua në një grupë më të mirë. Dhe më thonë, i vjen brenda me laike. Ose Allahu dhe Resulullah ka mundësi e bën ashtu, e bën që ne ta përmendim dika. Edhe në habitemi, ka dulbe ki emën tash, ose i njofshëm, ose i ditu njeri të me që thonë imaneshtë. Po, diçka. E ki po, dhe njëherë del dikush, edhe habiti, pa. Ka dulbe vlaki njeri që si këna ndëgju, e si kënë ndëgju, po, qka thot Allahu dhe Lishanu? Thot, nëse dikush në përmend muhe, brenda njerëzve, edhe unë atë ka me përmend brenda njerëzve, mirë po, njerëz më të mirë. Pra qka s'ka nevoj muhabit? Allah e lema i si i ka punë me Zotin. Nësi i ka punë me Zotin mirë, o, vallahi, Allah e bëndë mundshme që ne me e dasht. Edhe mos me e ditë pse. E që po e spjegoj pse? A jam i qartë. Du me thonë, disa njerës, du njerë hinë zemrat tona, për shkak se Allahu Gjeleshanu e donë, edhe urdhnon me lajket të duan, edhe pastaj edhe njerëzit e duan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush më përmend mua njëherë, Allahu Gjeleshanu e përmend atë 10 herë. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tash kjo ajet në Kur'an është. Allahu Gjeleshanu thot, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ai cili i friksohet Allahu subhanahu wa taala, Allahu Gjeleshanu Kur'an zor ja qel, ja hap rrugët. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Shqip çka vjen? Thot edhe ja shton nimetin, riskun nga ai se mendon, nga ai se kujton. Ai ka bon vakidin e u ka ndodh. Ti e pret në djath me të atë 100 euro të vind prej majtë. Ose e pret për filanit me të dhonë 200 euro, hiç si shkon mendja ti hiç. Që duhet me të dhonë tjetë, krejt dikush tjetër. Atë ka ndodhë shtu, jam i sigurt krejtve u ka ndodhë. Edhe bile kam i ndodhë. Pse se Allah thot, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ti veç friksoj Allahut, banu djali mirë, falu lutu, dallavere jo, edhe veç ban dua, hiç më si gajde. Ama jo veç me ban dua dhe në gjumë gjithë ditën. Ja, duhet më mundu pak. Tu të varë thonë me qalshajt, më loth. Mirë. Do me thonë sa, për shembull, Muhammedin e Islam e përmend, Allahu Gjeleshanu 10 herë e përmend atë njërë. Shkon ka Allahu duke ecë, Allahu Gjeleshanu vjen ka ne duke vrapuar. Nëse Allahu e përmend në vete, Allahu përmend në vete. Nëse Allahu e përmend në grup, Allahu përmend në grup. A ka be punë më të madhe se kjo s'ka. Mirë, ai cili e lën diçka për hir të Allahut, Allahu Gjeleshanu ja plotson atij. Shembull e ke lënë një të mirë për hir të Allahut, ama halal është pe ke lënë. Allahu Gjeleshanu shumë fish të kthen. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tada shay'an lillah
ti se zëllën herë që lën diçka për hir të Allahut fuqiplot, illa badalak Allah, mos haros Allahu dhe ta zaventson më të mirë, wa huwa khairun laka minhu. Ta zaventson më të mirë, më e mirë se ajo që ke pas ti qef me e bon, por e ke lënë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Të dashur vëllezër, ai cili knaqet edhe rahatohet me kadan dhe kaderin Allahu subhanahu wa taala, ma që Allah e ka vendosur, ti tash e keni lloj mërzie që normale bërbo realisht, edhe pajtohesh me atë që ka ndodhur. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna azama al-jazai ma azama al-bala. Sa më e madhe xhezaja, e di kur është dënimi, kur është më i madh, kur është belaja që i ke bën më e madhe. Belaja më e vogël, ose gabimi më i vogël, dënimi më i vogël. Edhe pse të nes mirët veshët. Unë jam të folë për drejtësi, jam të folë tash të ne dhe në Bugarie, në Greqie, ja. Jam të folë drejtësia se duhet me qenë edhe tash paka shumë ne e dim se ku ka drejtësi dhe ku s'ka drejtësi. Jo rasisht, për shembull, mos jam evropian, edhe si janë musliman edhe valla drejt, po drejt janë. Tash ku a di, një far doze drejt janë. Është e vërtetë, në Amerikë, shkon gjikatë atje, delu, ja ka në delë, të nëjës, a gjikatë si nuk shef ka gjepi sa por i gi. Gjikon drejt, ta zamë, tash, me përqindje 90%, se s'ka njeri që nuk mundet me gabu. E kënë dëgju historinë e Ebu Hanifës, pse ka hinë burg. Ai khalifja, dhe pse ka më qenë burg? Pse i ka thonë, ti ki më bo prokuror publik, ose kryetari i gjikatës kryesore, për shenë. Ai tha, jo, nuk pranoj. Pse? Thot, jo, përse nëse vjen pyjtë dhe një njeri jotë, duhet mi aprej shemëll gishtin, ta zanë, më s'tam dorën si shumë, se mirë ka me thonë, që këto terroristët, ja pas ka nisë me prej Ramazan. Ja, thot, kjo, minxhem, kjo dhem, kjo, a minxhën tonë, duhet mi a fala, minxhës tem, ja, po shemëll për ta. Po, Allah, minxhës tem, ja fali, se unë hamel khalifi, unë kryetore, minxhës tonë, sin li kur gjanë, jo. Njerëzit fjeshtini, fukarajni vla, u kripu. Ne si njerëz, do me thonë, do të me pas drejtësi që njerëzit me kanë rahat. A dini me njeri, veç kur të shohë, kur hinë me zlis dikush që jo i drejt, valla me rahatohë njerëzit, edhe thonë, elhamdulillah që ka ardhë një njerëve që i besojnë pak. Por atë shka këtë ndërshëm vëllezër, ma mirë mës me bon bela, edhe ma mirë mës me bon gabime. Por në qëfëse ja keni mësim me bon gabime, monin shumë se edhe në këtë dënjo, dënohesh edhe në tjetër. Edhe ka dallim. Nëse ja ke bon bela njerit edhe belan me Zotin. Se një bon bela, po qeja e ke më katu që ka të bëje me Zotin. Që e më namazën si ke falë. S'kina në ingerenca mu marë me njerëz. Dhe vësh me lutë Zotin o Allah u zoje. Si ke falë namazin me Allahun ke punë. Apo më ke vjetë mund gjep me mund ke punë, jo me Zotin. O Allah, ma falë si i vjetë dha filanit. S'ka kështë. Ty du ishë marë me mund me marë halallëk, e unë se ta fali, pastaj henes Allahu ata falej. Wa inna Allahe ta'ala idha habbe kaumen ibtelahum. E tash, do gjeni me mëmej. Nëse Allahu e donë dikë si popull dhe si njeri, e s'provan. Fëmën rëdje felehu rëda, a i që knaqët edhe e planon sprovën e Allahut, edhe Allah ishtë i knaqër matë. Wa men sikhita felehu sakt, a i që nuk e planon, edhe Allahu nuk ishtë i knaqër matë. Qartë, shumë qartë. E mërzia, krejt një regula. Ama ne musliman duhet me pranu. Ka ndodhë, Allahu Gjeleshanu ka dëshiru, Allahu e ka caktu, u kri punë. Para me ndë, mësë me u pajtu me atë që Allah dhe të në ka shkrutë. O shumë problem. Të ndërshëm vëzër, ai njeri i cili ka nevoj për vllaun e vetë, është mirë që ne të dalim në krahë dhe ti ndihmojnë. Kërë Allah fi hajgjeti. Për shembull,
e ke vendos me ndihmu vllaut ton ta di se Allahu ne ke me vetë. Wa man nafasa an mu'minin kurbatan min kurab ad-dunya, ai cili nga ju, edhe kudo që musliman, mundohet t'ja largon një breng, një problem, një gajë në vllaut vet, Allahu dhe lëshanu ja largon ati një breng nga kjo dunja. O man yessara ala muassirin, e ai cili ja lehtëson vllaut vet, e ka një zora një gajë e prej t'ja lehtëson, yessara Allahu alej, ta di që dhe ti Allah ka më të lehtësu. Warrahimune yerhamur rahman, ata që janë të mëshirshëm ndaj njerëzve, Allahu dhe lëshon mëshirën mbi ta. Wa man afa an haqqihi afa Allahu anhu, ai cili fal edhe u fal njerëzve, edhe Allahu u fal atij. Wa man hafidha lisanahu amma la ya'ni, ai cili e mbron gjuhën e vet, nuk fol për punë që nuk mundet me kontribu. Keni po, ndonjëherë ne flasim për çështje dhe problemet mëdha, veç him në gjuna, ama asgjë nuk kontribojnë. Ne hajtë flasim me gjuhën tonë, me gojën tonë për çështje që në merr mendja që ka me pas dobi. E jo për punë mëdha, a dobia as 0.01%. A domi më i madh se dobia. Men setere muslimen, ai muslimani cili i ambulon vllaut vet muslimanit, do një mëkat, do një gabim, setere Allahu lehu yawm al-qiyama, Allahu dhe lëshon ati ambulon një gabim ditën e gjykimit. Nëse unë e kam një, edhe ti keni një, nuk ka njerëz s'ka gabim. Miro me imbulu gabimet e tona që i kemi, ose kur e shef që ka bo gabime, shkon i thot ati, o vlla, rasisht takove të pash, nuk ka në regull, o mëkat, ku e di, shkatron familjen, fëmijët, më thashe, fejene, fejene, këtë varet që falë mëkati, mirë po ti, e ke pa filanin të bo mëkati, nuk i thua ti, vinë mon vetë. Filani, ama mos fala, o ba, sa të dahëm për ati. Allah! Aja ti Allah, shte s'ka lidha Allah, në vibena të grupe, kur ta shofës për 3 minuta, 600.000 vejtë kanë marvest. Ama po unë ki ba, valla. Pse ti që i kalzove që i ka ba mëkat, a mësi i maj mirë saj. Aja nëse ka ba mëkat, e ka ba, veçaj me Allahun, ama ti rahe sebeb, edhe 600.000 veta, 50.000, 1.000, një me marrë ti ma i keqi i saj. Pse? Se thotë Allahu dhe lëshanu, në këtë ras Muhammed a.s. men setere ala muslimin, setere Allahu lehu yawm al-qiyama. Ai i cili ambulon muslimanit atë keqe, Allahu dhe të ambulon ati atë keqe. Wa man wasala rahimehu, ai i cili viziton familjen e vet, wasalahu Allah, edhe Allahu dhe lëshanu këtë njeri e don. Wa man qata rahimu qata Allah, ai i cili ndërpret marrëdhëniet me familjen, Allahu dhe lëshanu ndërpret marrëdhëniet me atë. Të ndërshëm vëllezër, thot Ibrahim an-Nakhai, një prej dietarëve, thot unë kur e shoh diçka që nuk e du, shoh diçka që nuk e kam për qef, nuk e du, asgjë nuk më ndalon me fol për atë. Për shembull e kam pa dyka, për shembull duke pi alkohol, ose duke luajtur kamar, ç'të vëra. Edhe thot nuk flas për atë. Pse? Se friksohem se Allahu dhe lëshanu mundet me më provu me atë që ka me fol. Nuk o let me bo ma vetë. Mirë, qka me që flasin, kretë për shemë në këtë që ta shemi në gjami, mund me fol për filanin që s'ka në gjami. Në kretë him gjuna, aj nuk e di që në të ja bo ma vetë. Jo, mirë,
me fol me ata që kanë probleme, pa e dit njëri tjetri për problemet tonë dhe për problemet e njerëzve. Thot Ibn Sirini, thot njëri ishte biznismen edhe falimentoi. Gjuhën arabe falimentimit i thon iflas. Thot falimentoi humbi ketë. I kesh 2-3 milion, 5 milion. Dhe i biznesmen me Allah, sa dush pare, kur për një moment 0-0. Edhe thot unë ja nisa me lujt me atë. Se e kina zanat, ne di njerëzit kur kanë gajlen e ka pak mundohemi mi nguc ati pa kësdëraj. Thot pasha Allahin pas 40 vjetëve falimentova dhe unë. Shkon 40 vjetë. A unë e harova, ma Allah se kishtë haru. Nuk i kishtë haru Allah lojën time edhe në nëqmimin tim që ja pëjse ati pse humbi. Ka humbi, ja unë mirë mi ndimun tash. Po të isëm kënë ndimun, mirë dhe s'ka ndimun, të jasi ndimun e që heshtë. Shifë për në të tautë, qka mirë është matës? Ki po si ka një gjithë ditë në televizor rritë. Pas ka humbi, elhamdulillah, pas ka humbi, e kanë mshelë këtë, e kanë modit, knaqësh me problemet që qëfar profitimi këti? Elhamdulillah, pas ka mshelë ta, elhamdulillah, s'pas ka kalu ki, elhamdulillah, du me thonë ti mblef i natëvis. Ja, nuk kanë regull. Ne nuk kemi nevoj absolutisht për këtë loj të njerëzve. Ne kena nevoj për njerëz që ndihmojnë edhe nuk bëjnë gabime, sepse si pas gabimeve edhe dënimi, ose si pas veprave të mira edhe shpërblim. Tash, do t'i përmendit disa regula, këto janë këtë argumentume me hadith për nga Mejit al-Islam, thot men ikthata shibre min el ardi dhulmen, a njeri që ja merë dikujt një pjesë tokës me padrejtësi. Dhe gjë që ka ndodhti, to wikahu jom el qiyam ila sabi aradin. Allahu Gjeleshanu e nënçmon dhe e fut 7 llojet e tokëve mbrenda kësaj toke. Ose ta themi 7 katë nër tokë. Që e ke marrë një pjesë, e kene pa ne për pak, have për 2 metre. Për 2 metre. Po mirë dhe, ma si për 2 metre, epja 2 metre. Ma që e ki për 2 metre e pjave, po jo, po që jam, do me thonë, kur do t'i me marë, 2 metre, 10 metre, 100 metre, janë problem. Kur duhet me thonë, 1 santin, 1 centimetre, janë problem. Ti ma që shumë zemërgjantë, mos merë për 2 metre, ka 2 metre, ep vënjëz. Ki po, në ndu njëherë, him luft, si këjshi, për asgjon heq, për 1 centimetre e vend, o luga, lëm. Më sa nëjnë, për një me pajtohë njerëzit, ama njëherë. Ajde. E di ku s'ka njeri sabër, për atë shkak të ndërshëm vëzër, bën një sabër, që qëfar do lloj problemi që në ndodhë neve, kapakun të ketë më të vogël. E di se kapaki rritët e tenxhere, e di sa me madhe, kapaki më i madh, ama janë do tenxhere që se një gjenë, si se li. Nuk kanë më blej, ato duhet mi porosit. Shumë e madhe. Edhe kapakin një porosit. Për atë shkak mëse i bini punën, me të porosit me mi bëhut. Po bini punën, sa ma stabil, me sabër, vëllaj, nuk ka be njeri që me vite dhe me muj dhe me javë nervosi, ja. Njeri ju, njeri. Kretë ne njësojnë, pi mishit edhe pi kosit. Ne edhe nervozohemi edhe me të mirë. Për atë shkak, nervozën mbënja ose mlefin mbënja vetë më se nxerni me njëherë. Por, padrejtësi i pëzbani. Sepse padrejtësia, e shifni, 1 metre 7 katë nër tokët. Pastaj thot, men e kele riba, do të asham të fol, el gjeza min gjinsil amel. Shqipi thot, dënimi si pas veprës që ke ma. Ke vjedh tokë, nër tokë. Ke punu me kamat, i futët gurin në gojë, me gurin mushet goja. Ki po në dë njerë do hangë bukber shumë
fusu, më nëzë si shpëtojmë. Një në jetë, diçka këtu. Gur i futat ati gur, ngoj, pse ka punu me kamat. Wa man nama në salatin me këtube, a i cili nuk e falë namazin fars, yashukka ra'sahu bil hajar, ka koka me gur. Rihet e ka koka me gur. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ka veprat mira, që Allahu xhaleshana njerëzit që bëjnë veprat mira, edhe në këtë botë lojnë shenjë, edhe në botën tjetër. Për shembull, ai cili është musliman ama shumë rrin me namazin afër, nuk ka mundësi namazin mik. Thot ki njeri ko me hinë xhennet ka dera e namazit. Wa man mata muhriman, ai cili ka vdek me ihram, ka morë ngjall mu lebien. Çka vjen mu lebien? Ka morë ngjall te Zoti duke thonë lebejk Allahumma lebejk. Ata që janë të mirë, kanë morë ngjall te Allahu dhe lishanuhu, vendet ku kanë marrë abdes, kanë me u bë dritë. E kanë me pyet njerëzit, çka janë këto do drita? A, thot, to janë ata muslimant në dunjan që 5 herë në ditë kanë marrë abdes. Kanë marrë abdes pse pandemi ka. Ne pandemi, pa pandemi, se mos dy vetëve mundet me dalë dhe një pandemi, Allahu alef, çka ka me dalë? Po jam duke thonë, ne, a ka, s'ka pandemi, ne 5 herë në ditë, apo? A marrë abdes? Po. Pse se ne kemi frikë dhe Allahut, edhe kemi shpresë për Allahut, edhe pse e duam Allahut. Ama me pandemia s'pirim. Pandemia që të vjen, prapë në tak maskat, vomi djemë mirë, ndë djemë në tak, kalim. Që kur deri tash, apo? Ama ne nuk e lanë të vetën të papastër. Që një pjesë e madhe e njerëzve në botë. Mirë, e ata që e thrasin e zanin, dhe në muezina, kanë me pas qafën më të gjatë në ditën e gjykimit. Pse? Se në përmet asaj, ka mu kuptu se kush ka qenë muezin. Po tash e s'ka me pas qafën 1 metre, se bajat del. Po pak kanë mu e du, ashtu kena me kuptu ne, se ato janë muezinat. Se të kur thomë qafën e gjatë, Allah e lem se si da kuptoj njerëzit. Sa mundet me pas. Ja, Allah dhe lëshan nuk e ban njerin bajat. Që më sa, qëfar njeri, se në shik, si vampir pas ka në. Do më thonë, Allah dhe lëshan e kipone. E kena në krijesat Zotit së ciljat bukurin e vetë. Ti nëse dhe më bos një une, nuk të ka hije. Shemëll, hajdi i madh me hundet. Hajdi be i madh me hundet. Ama jebbe, si të tapë hundën te me ti del bajat. Edhe veshin te me të adhon t'i del bajat, edhe me kërën te me t'i del bajat. Se cili ma të stilin e vetë që Allah dhe lëshan e ka kriju. Si t'ja nis një pak mu, kur zonë, e keni prish fizionomin, e keni prish bukurin. Por atë shkak, Allah dhe lëshan dhe me thonë një rinjallë muezinat me pak qafën më të gjatë që të kuptohet se ata kanë qenë muezinat në të botë. Të ndërshëm vëzër bëni veprat mira, largohni nga veprat e liga, sepse sa ma shumë veprat mira, aq më shumë mira edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Sa më shumë gabime, Allahu dhe lëshanu të nga dënon edhe në këtë botë edhe në botën tjetër, për në fund Allahu thot, men amile salihan, fele nefsihi, a i cili ka bon veprat mira e ka vëç për vete. Wa men esa e fa alejha, a i që ka bon veprat liga e ka vëç për vete. Wa ma rabbuke bi dhallamin lil abid. E Allahu dhe lëshanu as kujt nuk i ban padresi. Inshallah Allah në avzon edhe të ju dhe së bashku në gjenet në sonë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe më thonë nëjse dhe kemi hoxën Rufat Sherifi Misafir, ditën e mërkur hoxën Begir Halimi, sa për informat të keni parasysh. Dhe më thonë nëjse në është ditë e hamë, namazin i këndi se kemi hoxë Rufat Sherifin Misafir, ditën e mërkur njësën i këndi hoxë Begir Halimin Misafir. Allah ishë përblef. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.